tash pas i e morët mandatin e rektorit, tha që do t'jetë nënshkrimi i diplomave. Ndoshta nuk është ky problemi më i madh i universitetit sot, apo? Është njëra ndër problemet të punët të cilat janë grumbullu. Është vërtet se në momentin kur u largohen nga zyra ime, isha duke i nënshkruar diplomat gjatë cilën e kam premtuar do ta bëj. Unë Leonard nifem për mbajtjen e fjalës, do ta mbaj fjalën deri në fund, se është virtyt që intelektuali ta flet të vërtetën, ta bëj të vërtetën, edhe të merret me gjërat të cilat e ndryshojnë mesin, qoftë në universitet, qoftë në shoqëri, natyrë ose kudo tjetër. Sa diploma janë pa nënshkruar dhe pse është grumbulluar gjithë këto diploma? Përderisa saktësisht e di që parafërsisht janë rreth 600 diploma, natyrisht universiteti joni ka 60.000 student, nuk e di prej kur nuk janë nënshkruar, se nuk jam marrë me atë çështje dhe po ju them në këtë studio se nuk do të merrem shumë me të kalumen, jam shumë i interesuar që të shoqëroj nga e ardhmja, po e di që ka shumë diploma, kam dhënë urdhër që të përgatiten, do të qëndroj edhe gjatë vikendit zyrën time që ti nënshkruaj që studentët, pensionerët, ka një kategori shumë e madhe që nevojiten edhe për obligime, nevojat ndryshme.